Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur sërish këtu në Okult Ezoterizëm. Sot është episodi i fundit për këtë vit dhe për një pauzë të shkurtër, disa javore, ndoshta dhe disa mujore për shkak të angazhimeve që unë po marr për akademinë që do të hapi. Para se të filloj sot të flasim në një formë bashkëbisedimi me ju dhe komentet e juaja në disa nga episodet apo emisionet e ndryshme që kam transmetuar kohët e fundit, vendosa të bëj dhe këtë emision për të bërë një përmbyllje të gjithë këtij viti dhe për të vazhduar në vimësinë e viteve që do të vinë dhe kohës që do të vijë, ato episodet e tjera, por do të kemi një ndërprerje të vogël për një kohë të caktuar, për shkak se mua nuk më del më koha që t'i përballoj dhe përgatitjet dhe leximin dhe studimet e mia t'i përfshi këtu tek podcasti, ndërkohë që të punoj edhe për akademinë. Dua t'ju njoftoj se akademia do të jetë diçka ndryshe që nuk e keni përjetuar kurrë më përpara në Shqipëri, do jetë para në Shqipëri dhe është një urdhër hermetik ku do të transmetoj jo gjëra motivuese, nuk do të ketë gjëra që t'ju bëjnë të ndjeni mirë për momentin, po do të transmetoj drejt për së drejti shkatrimin e egos tuaj, iluzionin mbi botën e materjes dhe shumë faktorë të tjerë të cilat nuk i keni asur kurrë në mentorat e zhvillimit personal, të rritjeve apo të financave apo këto gjepurat e ndryshme që mund të gjeni shumë këtu që janë bërë me lopat. Kohët e fundit të gjithë të flasin për meditimin, të flasin se si të bësh para, të flasin se si të ndryshoj jeta, por askush nuk të flet se si të atakosh veten. Dhe këtu fillon i gjithë rrugëtimi i 3 pyetjeve më të mëdha që njerëzimi ka. Kush jam, nga vi dhe ku do shkoj? Megjithatë, kur të vi kjo kohë ose ky moment, ju do të njoftoheni nëpërmjet faqes time në Instagram Ezoterizëm dhe do të merrni atje të gjitha përditësimet, do t'ju ftoja të më bëni follow te faqja dhe t'i bashkoheni grupit që është atje falas për të marrë përditësimet her pas here të rrugëtimit që po vazhdon. Ne do të flasim sot për pjesën e pyetjeve përgjigjeve që më keni dhënë gjatë gjithë këtyre ditëve nëpër komente ose gjatë gjithë këtyre episodeve apo emisioneve të ndryshme që unë kam bërë. Unë do t'ju uroja gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri, edhe pse këto të dyja thellësisht brenda vetes sime nuk i ndjej si festa të tilla, por unë i shoh ashtu siç e kanë origjinën e tyre, siç janë festat pagane. Pra, Krishtlindja nuk është një fest që lindi Krishti apo rilindjen e Krishtit. Është diçka më e thellë se kjo dhe më vjen keq që shumë njerëz mërziten kur i dëgjojnë këto, por më pëlqen ajo që thot Volteri, nëse e vërteta është ndryshe, le të më vras. Dhe unë preferoj të qëndroj me të vërtetën. Dhe nëse doni ta kuptoni, udhëtoni pas në kohë. Nëse unë do të isha në kohën e shekullit të 4 ose të 5 kur perandoria romake u filloi të merrte atë sundimin monoteist nga kisha, unë me siguri do kisha përfunduar si Giordano Bruno, sepse askush nuk e do rebelimin dhe në kohën kur u krijua krishtërimi, para krishtërimit kanë qenë 2 festa ku ishte Saturnalia, mos gaboj, ku ishte festa pagane ku adhuroheshe perëndia e Saturnit dhe atje të gjithë sklevërit atë ditë uleshin në tryez me zotrinjt apo me feudalët e tyre apo me pronarët e tyre dhe darkonin dhe anin dhe qeshnin dhe shkëmbenin dhurata të cilët këta sklevër i bënin nga balta dhe ju jepnin forma të ndryshme, i zbukuronin me lule
dhe i shkëmbenin me njëri tjetrin, ndonjëherë përdornin dhe maska në fytyrë për të fshehur identitetin dhe nuk gjykoheshin ose nuk penalizoheshin nga pronarët. Pas kësaj, me sundimin e perandorisë romake, mos gaboj në shekullin e 200, në vitin 274 pas Krishtit, perandori Aurelian ka themeluar një fest zyrtare që adhuronte diellin, dhe kjo fest quheshe dielli pa mposhtur ose në latinisht Sol Invictus. Kjo fest kishte të bënte drejt për së drejti me adhurimin e diellit si një arketip i pamposhtur. Deri dje, domethënë deri më herët, shumë njerëz e adhuronin diellin, adhuronin anën sepse kishin besimin pagan, por kur krishtërimi i ri filloi që ta zyrtarizonte këtë gjë, dhe nga Sol Invictus, që ka qenë festa që i dha zyrtarisht datën krishtlindjeve 25 dhjetor, sepse po të lexoni me kujdes në Bibël nuk përmendet që data 25 dhjetor është rilindja e Krishtit. Jo, kjo është vënë nga Sol Invictus, nga perandori Aurelian, dhe këtu bëheshe fest zyrtare e asaj perandorie ku adhuroheshe dielli, që do të kishte një mesazh analogjik, ku transmetoheshe se drita sado poshtë të bjerë, edhe në errësirë ajo sërish ndriçon dhe do të rilind dhe do të fitoj. Por kjo ishte dhe në mënyrë paralele me festën jule ose me festën e paganëve ose nga keltët, ku adhuronin atë pjesën që vinte vjeshta, vinin bolleku të gjitha dhe pastaj vinte domethënë ishte sezoni dimrit dhe vinte sërish rilindja, sepse njerëzit më përpara ishin shumë herë më të lidhur me natyrën se sa tani. Ne tani duket sikur kemi evoluar, por jo, ne jemi duke u larguar nga të qenurit human, nga të qenurit njerëz. Ne dal po shkojmë drejt një industrializimi të fortë teknologjik, ku njeriu pasardhës do të njihet si një bashkëpunim midis asaj që ai është tani, kësaj bioteknologjie që ai ka, dhe teknologjisë që po vjen, ku shkenca pretendon që mund të arrijë shumë gjëra, dhe ndoshta mund t'i arrijë. Unë këtë nuk e di, por do të dalë ai njeriu hibrid, i cili do të quhet njeriu Zot, ose ashtu si Harari thot tek libri i tij Homo Deus. Pra, do të ketë një ndërveprim të kësaj mekanizmi bioteknologjik dhe teknologjisë të drejt për së drejt, ku do të ketë një ndryshim. Pra, kur unë uroj, sepse kështu është tradita dhe njerëzit janë mësuar, shumë njerëz, shumë mendje janë mësuar që të kenë këtë lloj forme, të kenë këtë lloj tradite, sepse traditat janë ato që na bashkojnë dhe na mbajnë, dhe sërish kur bëhet fjalë për datën 25 dhjetor, adhurohet dielli në vetvete, dhe në këtë rast kisha e kaloi nga diell, e kaloi në Krisht. Pra, paganizmi nuk u shojt, nuk u shpërdorua, por u transformua. Ka qenë e njëjta gjë, thjesht me emra të ndryshëm. Kur e kupton këtë, edhe kupton dhe festat, edhe kupton edhe shumë gjëra, sepse ne i bëjmë dezim zjarre, gatuajmë ëmbëlsira, të gjitha lidhen dhe japin shumë kuptim. Unë nuk do të ndalem në këto, sepse është një temë shumë e gjatë. Unë nuk kam për qëllim që të dëmtoj pjesën e fesë. Unë e shofen një gjë shumë të nevojshme për njeriu, sepse njeriu ka nevojë gjithmonë të besojë në diçka më e madhe se sa vetja e tij. Por nuk mund të përjashtoj dhe atë besimin që preferoj ta quaj besimin primordial, ku njeriu në fillim lidheshe me natyrën, pastaj duke njerëzit çu kanë qenë duke evoluar, kanë ndryshuar këto, dhe me anë të politikave të ndryshme kanë ndryshuar besimet e shumë njerëzve, sepse ne në fillim, si qenie primordiale, ne adhuronim erën. Po ti shikoni pak më me ngadalë historitë, për shembull, në historinë e Odisea vrau Ciklopin, atë burin gjigant me një sy që ishte djali i erës,
Kishte perëndit, kishte sirena, kishte mitologji shumë, sepse ka qenë një politeizëm shumë i madh. Pastaj kur u futën fet, u kthye në monoteizëm dhe u kanalizuan besimet e shumë njerëzve. Por edhe forma e paganizmit nuk është ajo forma perfekte, por unë besoj që është një formë që njeriu duhet ta njohë, sepse ne dashur pa dashur i shkojmë drejt për së drejtë adhurimit të paganizmit. Shikoni me detaj mënyrën se si në veri krijohet ai ushqimi që quhet fli. Është në formën e rrethit dhe ka një dizajn fiks si të diellit. Shikoni ditën e verës. Kanë detaje pagane brenda, sepse po ta shikoni me detaj kanë zjarin. Çfarë bëjnë njerëzit në ditën e verës? Ka përzejnë zjarin, bëjnë vezë të kuqe, bëjnë bollokumen që ka prap formën e diellit. Pra çdo gjë ka detaje për ata që dinë të shohin. Sot, duke qenë se është dita e fundit, po ndalem në disa komente të cilat janë bërë gjatë kësaj kohe dhe unë do t'ju jap përgjigje, do t'i komentojmë së bashku. Dhe me siguri ne do të shihemi shumë shpejt, por ndoshta ose nga fundi i janarit ose nga fillimi i shkurtit, nuk e di këtë sepse jam duke punuar vërtet dhe do kemi diçka shumë herë më të mirë, më të detajuar, më të zhvilluar, ku në bashkëpunim me disa miqtë e mi do të sjellin vërtet ezoterizmin e parë në Shqipëri që do të jetë diçka që kur ta provoni dhe ta shikoni dhe ta përjetoni në lëkurë do të kuptoni se të gjitha gjërat që keni mësuar në për mentorshipet apo mentorët e zhvillimit personal apo këta spiritualistët fillestar do të thoja, do të kuptoni se janë vetëm gjëra shumë të vogla që një fillestar do t'i ketë, si për shembull letra tarot, gurë, seanca meditimi, janë gjëra që me kalimin e kohës ti fillon dhe kur i futesh rrugës vërtet ezoterizmit, gjëja e parë që të ndryshon është mënyra e jetuarit me veten dhe pastaj ty të ndryshon çdo lloj koncepti. Do të kuptosh që të gjitha ato gjërat kanë qenë shumë bazike dhe shumë kot, sepse një ezoterist i avancuar nuk ka nevojë për asnjë lloj gjëje nga ato, por di si ta kanalizoj veten në frekuencat e duhura për të marrë vibrimin e dur. Mendojeni veten në një vark, ku ne të gjithë secili qëndron në varkën e tij dhe varka simbolizon anën tuaj materiale. Dikush mund ta ketë varkën shumë herë më të madhe, por dikush mund ta ketë një vark të vogël. Por kjo nuk bën ndryshim të madh kur stuia fillon, sepse në stuit gjigande apo në një furtunë të madhe që është jeta ose kozmosi, ne të gjithë do përjetojmë të njëjtat gjëra pavarësisht se sa e madhe do të jetë varka juaj. Kjo tregon që ne brenda vetes tonë jemi të gjithë njësoj. Dhe duke kanalizuar veten tonë në frekuenca të ndryshme, ne do përjetojmë gjëra të ndryshme në bazë të frekuencës të ndryshme. Dhe kështu ne fillojmë të kuptojmë se ne të gjithë jemi një. Dhe kjo do t'ju jap më shumë background se përgjigjet që ju keni kërkuar gjatë gjithë kohës nuk janë ato të mentorëve fillestar, nuk janë ata të zhvillimit personal, nuk janë ato të dalësh me mentorin tënd për një drekë, nuk janë ato të bësh një udhëtim dhe të kërcesh, nuk janë të gjitha këto. Këto janë vetëm vegla të cilat luajnë me mendjen për të dhënë ty një moment. E vërteta që ndron gjithmonë brenda teje dhe ndoshta ndonjëherë nuk të duhet asgjë për ta kuptuar të vërtetën, duhet vetëm thjesht të dorëzohesh dhe ta lesh që ajo të vijë. Në studimet që unë bëj, kjo gjë quhet Tao. Dhe Tao nuk ka nevojë për racionalizëm. Intelektualiteti sa do i zgjuar ti jesh apo shkencëtar apo njeri i famës, i paras apo i perandorive që ti mund të krijosh biznese pafund, nuk të duhet në misticizëm. Misticizmi nuk ka nevojë për racional, nuk ka nevojë që ta ngresh ti anën intelektuale për të parë apo për të kuptuar detajet se si bota funksionon, sepse ti kur nuk do ta kuptosh kozmosin drejt për së drejti se si funksionon. Vetëm për ta bërë këtë ose ndjesia për t'i afruar kësaj gjëje është që ti ta lesh të dorëzohesh, të mos
përpiqesh t'i rregullosh gjërat sepse duke u përpjekur t'i rregullosh gjërat, je ti shkaktari që po i dëmton ato. Zakonisht ne shohim një flutur dhe nëse do të vazhdojmë me këtë mentalitetin e të mësuarit se si fluturon flutura, me siguri nuk kemi për ta kuptuar kurrë, sepse mendja jonë është vdekatare, ndërsa e makrokozmosi ose kozmosi është një mendje shumë më e madhe, është mendje supreme nga ne dhe e pavdekshme, dhe ne vetëm do endemi në këtë labirint sa që jeta nuk mjafton që ti ta kuptosh të gjithën, por çfarë duhet të bëjmë? Ndaloni dhe shikoni fluturën se si ecën. Dhe këtu jeni më afër taos, më afër jetës tuaj. Kjo është ajo gjëja që duhet të bëni, mendoni për këtë. Po futem pak të lexoj komentet dhe t'japim një përgjigje të gjithë komenteve. Atëherë kemi një koment që unë i kam mbledhur të gjitha këto dhe ju do t'ju shfaqet në monitor dhe do t'i shikoni dhe ju komentet. Asjal 4136. O shoku, mos fol shumë me ChatGPT-n se do t'i ikësh për lesh. Ka shumë të drejtë, unë flas gjatë gjithë kohës me ChatGPT-n dhe ChatGPT më ka thënë që të flas edhe për këto gjëra, më ka mësuar se si ti përjetoj këto gjëra, më ka bërë që të mendoj dhe të studioj në këtë lloj forme dhe nuk e kuptova kur pse ti më dëgjon mua që merrem me ChatGPT-n, po ndoshta besoj që është më e lehtë të japim këshilla se sa të marrim. Dhe kjo është gjëja që ne të dyve na ndryshon. Të përshëndes. Kemi një koment tjetër. Elvina Llakanjari, 2674. Unë besoj që mund të jetojmë në një si punë simulimi. Unë kam parë disa ngjarje në ëndra. Më pas kanë dalë të vërteta. E di që se beson njeri dhe s'kam si kam thënë askujt, se do të më marrin për të shmendur. Elvin ose Elvina, se tani e ketë ngjitur këtu emrin, qofsh gocë ose çun, ose nuk e ndaj dot se ka dhe çuna me emrin Elvin, ka dhe goca me emrin Elvina. Dua të them se në ëndra ka një ndryshim shumë të madh me dimensionin ton të realitetit që ne perceptojmë, sepse në ëndër koha nuk ekziston. Koha humbet gjithë sensin e saj, vetëm këtu ekziston. Dhe ndodh që pa pritur, kur ne përjetojmë lucid dream, kalojmë në një periudhë ku ky limit i kohës nuk ekziston dhe ne arrim të shohim një perspektivë të asaj që do të vijë. Pra, është si ta them që e gjitha është shkruar dhe ti kalon pak më përpara për të parë filmin dhe pastaj e kthen dhe kur shkon ajo pjesë ty të përsëritet, që quhet ndryshe déjà vu, ose sikur ti e ke përjetuar një herë më përpara këtë. Janë efekte të rralla, as unë nuk kam ditur t'i jap drejt për së drejti një shpjegim kësaj, sepse ashtu si thash, misticizmi nuk kërkon drejt për së drejti intelektualizmin ose mënyrën e të mësuarit shumë gjëra racionale, por duhet të mësohesh duke përjetuar gjërat, atje merr kuptime të cilat nuk kanë nevojë për fjalë, po ti thjesht i përjeton lëkurë dhe thjesht e di. Kaq mjafton. Pra, është gjë që edhe mua më ka ndodhur, ndoshta mund t'i ketë ndodhur edhe të tjerëve që kështu nuk je çmendur. Ndoshta jemi të dy të çmendur. Të përshëndes. Sajmir Ahmetaj, përshëndetje vlla Odisea, një histori sufish, thot, 2 peshq të rinj po bisedonin brenda në det dhe aty kalon një peshk plak dhe i përshëndet dhe pastaj thot se ju duket uji sot. Pastaj peshku plak u largua pa marrë një përgjigje dhe ata peshq të rinj po qeshnin me peshkun plak, duke menduar se ai ishte i çmendur. Të uroj shëndet, mirësi, suksese, zoti aku të dashtë. Sajmir, të falenderoj shumë për komentin në radhë të parë, por edhe për këtë historinë e shkurtër dhe të vogël. Kjo ndodh shpesh në jetën tonë të përditshme.
Mua më pëlqen që e lidh her pas here me sufizmin. Sufizmi është një rrugë shumë e ndriçuar, sidomos një nga ata që un kam ndjekur për her pas here e shfletoj ndonjëherë. Ka qenë Rumi dhe ka qenë edhe një zonjë që quheshe Mevlana dhe ajo është vërtet shumë e ndriçuar dhe ka goxha ata i quanin s'po më kujtohet tani ai emri, i quanin fashikuj. Kishin disa mësime shumë interesante të cilat un kam pasur fatin të shfletoj disa prej tyre dhe të lexoj gjëra që janë edhe në internet, kuptohet, janë gjëra të publikuara, gjëra që i gjene në për librat, por këta të dy më kanë lënë bresa shumë për kuptimet dhe botën e misticizmit. Me të vërtet, sufizmi është një gjë shumë interesante dhe një botë kuptim shumë i thellë që çdo besimtar mysliman kur vetë dhe ngjit shkallët shumë të detajuara të Islamit, do apo nuk do ai besimtar do ta njohë sufizmin si një deg misticizmi se si ata e njohin Zotin drejt për së drejti. Është një formë brenda Islamit. E njëjta gjë ndodh edhe në krishterim ku drejt për së drejti nëse ti ngjitesh akoma në shkallët më të thella në krishterim, do njohësh gnostikët. G. Armor 75-73 100% simulim dhe këtë e krijojnë arkonët, parazitët e demiurgut, duket si prallë, por ne jetojmë në prallë nëse ndërgjegja është e hapur dhe jo në gjumë. Atëherë e kupton, kjo jetë është simulim dhe sistematik. Dëgjojeni këta djem, mendje ndritur, FLM për njohurit. Të falenderoj edhe unë shumë për komentin. Gnosticizmi e përfshin këtë lloj njohurie dhe unë jam dashur të qasem drejt kësaj bote. Dhe kjo botë është qasur të futet brenda meje dhe kur botët futen brenda teje, ti nuk fillon të mësosh, por ti fillon të kujtosh. Po e theksoj edhe një herë, ti nuk fillon të mësosh, por fillon të kujtosh. Dhe ju keni për ta kuptuar këtë se gjatë gjithë kohës gjërat që keni mësuar nuk janë asgjë tjetër vetëse kujtime të shpirtit. Ne nuk bëjmë asgjë të re në diell, ne jemi vetëm njerëz të vjetër, njerëz të rinj që po bëjnë gabime të vjetra. Çfarë do lloj gjëje që ne tentojmë të bëjmë në një lloj forme ka ekzistuar shumë kohë më përpara dhe e ka bërë dikush. Nëse ti po mendon se po bën diçka të re, je duke gënjur veten. Zanafilla është gjithmonë nga e vjetra, sepse nuk ka asgjë të re në diell. Denis Tahiri 8843 nuk ka një ose dy gjëra, por ka shumë llojshmëri gjërash, sikur diçka do që të na mbaj në iluzion për të mos kuptuar gjë, për të mos kuptuar realitetin. Denis, të falenderoj për këtë koment dhe do të rekomandoja dhe të gjithë teleshikuesve apo këta që po na ndjekin të lexojnë librin 4 marrëveshjet. Është një autor meksikan. Nuk po më kujtohet emri tani, ndoshta e ka Rodriguez, një gjë e tillë, s'po më vjen emri i gjithi. Kemi një tjetër, Tarano Tino 14-157. Me një intervistë Afërdita Zajonov vlla sepse ajo ka dhe di për diturinë e Vedave dhe për botën për teja kullnajave. Plus kësaj, ajo shpjegon shumë mirë se çfarë ndodh kur vdes njeriu, se ku shkon shpirti, merre në intervistë se ajo të vërtetën absolute. Unë Afërdita Zajen personalisht e përshëndes, nuk e njoh drejt për së drejti, kam dëgjuar disa herë që flet mbi disa nga teoritë të madhit Petrozhej. Kam parë që ka një lloj lidhje me botën e Vedave nëpërmjet një guruje i cili
ka një emër Lotusi, nuk e di çfarë, Lotusi Blua, Lotus Oqean, nuk e mbaj mend atë. Unë i përqafoj mindsetet e Vedave, por të jemi sinqert, unë nuk i përqafoj dot gurut. Nuk besoj që shpirti ka nevojë për një udhëheqës të jashtëm. Dhe jam gjatë gjithë kohës që udhëheqja duhet të vi nga brenda. Për aq kohë sa vi nga jashtë, më besoni që dikush po e udhëheq atë. Udhëheqja duhet të vi vetëm drejt për së drejt nga ajo që ti ndjen. Dhe intuita është shqisa më e fortë që unë mund ta quaj shqisa e gjashtë, ku ty të li drejt për së drejti me memorin kozmike ose akashën. Prandaj gjithmonë them se ne kujtojmë. Megjithatë, kur më thua të vërtetën absolute, kjo më bën të stepem pak, sepse mendja ime e vdekshme nuk mundet dot ta perceptoj të vërtetën absolute, sepse besoj që ne jetojmë në një të vërtetë relative ku ajo që ty të bën të ndihesh mirë dhe ti e beson, ndoshta mua nuk më sjell asnjë lloj kuptimi. E megjithatë është e njëjta gjë, por në kahe të kundërta. Është si ajo energjia që e lind e bën lulen të çelë, dhe pastaj është po e njëjta energji që e bën lulen të vyshket. Por megjithatë ne i quajmë vdekje dhe jetë. Të përshëndes. Irena Polena, 59-31, përshëndetje. Kur vdes aktiviteti trunor, njeriu edhe pse jeton është i vdekur për Perëndin. Çdo gjë në tokë, sendet, objektet, kafshët, mendimet, bile dhe djalli që na ngron janë të reme, sepse djalli i vërtet është djalli i parajsës, që ne nuk e shohim, po që mundësia për ta patur është e madhe. Mjafton të ndriçohesh në frekuencën e Zotit dhe jo ta mbash të shtypur tjetrin duke vjedhur energjinë për të mbijetuar pa kontribuar. Irena, të përshëndes për komentin, të falenderoj, më pëlqeu pjesa e fundit ku thua se ta mbash të shtypur tjetrin duke i vjedhur energjinë për të mbijetuar pa kontribuar, është një gjë shumë e vërtetë dhe shumë e mirë. Për pjesën lart ka të bëjë se me sa shoh besimi jot lidhet drejt për së drejt me fen. Unë nuk jam përqafuesi i drejt për së drejt i feve, por nuk mundem dot ti shaj apo ti heq nga jeta ime fet, sepse nuk mund të jem unë një njeri mos respektues ndaj fesë, për arsye se feja ishte e para që më foli për Zotin, dhe për aq kohë sa po flet për diçka që unë nuk e kam parë. Me siguri ka diçka që ende është shumë më e madhe se sa ne. Dhe unë për këtë, se ajo ka qenë e para që më ka folur për Zotin, unë i ndjem gjithmonë i respektuar. Për sa i përket komentit tënd, nuk dua ta komentoj pjesën e sipërme sepse ka të bëjë me fet dhe unë nuk dua të futem në fe, por e shoh nga ana tjetër se disa gjëra që i përfshihen studimeve që unë bëj, siç është frekuencat, janë vërtet të bukura. Tani frekuencat e Zotit ne nuk e ndajmë dot, pavarësisht se ne i vëmë tituj ose koncepte të kësaj natyre për të sjellë më mirë. Unë kam parë gjatë gjithë kohës dhe një gjë më ka bërë përshtypje se besimi është ai që ne kemi në zemrën tonë. E nëse ne e dim se kush është besimi më i mirë për ne, është besimi që ne kemi në zemrën tonë. Pse e them këtë? Në një film shumë të bukur shikoja se si po dy luftonin, një i krishter me një musliman, dhe në fund të dy falenderuan Zotin pasi mbaroi lufta që ishin të dy gjallë. Kjo ishte një gjë shumë e bukur, sepse ata secili në mënyrën e tij adhuruan po të njëjtën energji, por me koncepte të ndryshme. Pra e njëjta gjë, dy kahe të ndryshme. Denis Tairi, 88-43. Bravo, respekte për ty dhe Fredin. Mund të them që jeni ata të çmendurit mes të zgjuarve brenda botës që nuk arrim të perceptonim. Denis, të falenderoj, komentet janë shumë të bukura, shumë të mira, më besoj që unë
deri dikur kam dashur t'i përqafoja këto komente dhe kam dashur t'i qasja brenda vetes së ime që të më bëjnë të ndihem mirë dhe deri dikur e kam bërë, por sot unë nuk kam nevojë për një gjë të tillë, personalisht vetë flas. Nëse ti do më shaje, do më quaje të çmendur apo do më quaje filozof, për mua është po e njëjta gjë. Sepse këto gjëra që ne na vinë, flas nga aspekti psikologjisë integrale që unë jam duke e shfletuar dhe duke studiuar, që është niveli më i lartë i psikologjisë, që rrjedh dhe vin nga teozofizmi, bashkimi tre gjërave të cilat janë shkenca, feja dhe misticizmi, tre në një, të cilat kanë dhënë këtë psikologji që është psikologjia integrale, është niveli i fundit i psikologjisë që vjen pas Jungut, psikologjisë analitike. Dua të shpjegoj që konceptet që njerëzit kanë apo komentet që bëjnë janë sepse ata gjejnë veten në pika të ndryshme. Dhe kur ti një gjë e gjen dhe të frymëzon, ti do të përpiqesh të japësh kontributin tënd, dhe këto janë fjalë shumë të mira dhe unë i vlerësoj, por brenda vetes time nuk i manifestoj. Sepse manifestimi nga vlerësimi ka një diferencë, më falni, shumë të madhe me njëra tjetrën. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh kur ti vete në një pikë që nuk përpiqesh më t'i bësh përshtypje gjërave të jashtme. Dhe kjo është rruga që ti po vete të takosh veten. Dhe kur takosh veten, fillojnë disa ndryshime të tjera në aspektin tënd personalitetit, karakterit, nderit, famën nuk po e marr, por edhe lavdisë që vjen pas i vdesim. Që të ndryshojnë dhe ne e kuptojmë atë koncept që e gjitha kjo nuk ka të bëjë me ne, po ka të bëjë me atë mënyrën se si ti e ndjer me veten tënde. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe me mua kur marr nga këto komente, unë i vlerësoj sërish, tregoj shumë respekt për ty dhe për të gjithë ata që përpiqen të konceptojnë realitetin në bazë të studimeve të tyre, në bazë të përjetimeve të tyre, në bazë të kërkimeve të tyre, por këto nuk i manifestoj si gjëra për të më ngritur apo për të më bërë mua të ndihem më mirë, sepse nëse unë këtë e bëj, duhet të pres edhe anën tjetër. Dhe unë e njoh shumë mirë këtë parim, dhe duke e njohur parimin, mund të kuptosh edhe vlerat për veten, dhe në fund të fundit, e vetme gjë që ne ezoteristët kemi është një betejë. Dhe betejë është si ti bëjmë përshtypje vetes tonë. Të falenderoj dhe të përshëndes shumë që je dhe ndjekës i rregullt i kësaj pune ose i këtij podcasti. Agron Sela 007 më befasoi ajo fraza që the: kujdes me dijen. Gjendem në një pozicion rebelimi kundër sistemit, do me thënë shtetit ku jam. Nga momenti që na mbyllën e deri tani, unë nuk jam bindur asgjëje, do me thënë as vaksina, as taksa, kështu kam hedhur në kurisë të gjithë financën. Me që me paratë e mia blen vaksinat dhe duan me bler armë me dërguar djalin tim në luftë kundër Rusisë, për mua është luftë për ekzistencë. Pa rrezikuar nuk arrin asgjë, por si unë janë shumë pak. Delet binden, bile akoma më quajnë komplotist, Zot na ruaj nga budallënjt. Agron të përshëndes për komentin, ka brenda tipare gjeopolitike të cilat unë nuk preferoj t'i komentoj. Më pëlqen psikologjia dhe mindseti që në një lloj forme ke filluar të kesh një lloj rebelimi, por drejt përse drejt me shtetin e gjeopolitikën nuk dua të merrem, për arsye se fusha ime studion vetëm aspektet e botës metafizike që nuk kanë lidhje me botën fizike dhe shpirtërore, dhe po me botën fizike, ndërsa këto që un kam janë shpirtërore. Dhe më thua në fillim se të pëlqen fraza kujdes me dijen, dhe unë e kam përdorur këtë sepse dija ka fuqinë të bëj shumë rebel. Dhe rebelizmi ndonjëherë nuk sill shumë gjëra të mira në jetë nëse nuk di të luash. Sepse duhet të luash me njerëzit, sepse çdo njeri ndonjëherë mbaje mend këtë që do të them sot, që takon,
është ndonjëherë niveli jot i inteligjencës varet vetëm nga njeriu që ti ke përpara. Pra, nëse ti takon një gomar, nuk mund të bëhesh filozof me gomarin, por duhet ta ulësh nivelin në atë pikë që gomari ty të kuptojë dhe të marrë vesh. Populli do të thoshte se gomari merr vesh me dru, por unë nuk jam i këtij parimi. Dhuna është diçka që i përket një rebelimi tjetër. Dhuna nuk është një mjet për të komanduar, nuk është një mjet për të udhëhequr. Dhuna është diçka që për të kontrolluar dhe unë nuk e përqafoj shumë. Unë dua që njeriu të ketë atë lirinë e kufizuar të zgjedhjeve që ai ka në të vërtetë. Ne mendojmë se jemi të lirë në kokat tona, por ne nuk jemi të lirë në kokat tona. Ne kemi liri të kufizuar në çfarëdo lloj gjëje që bëjmë dhe kur ta kuptojmë këtë, atëherë fillojmë të ngjitemi akoma më lart për të qenë më të lirë dhe më të përulur në të njëjtën kohë. Një histori e gjatë për lirinë dhe për uljen, ku është një fije e ollë që është shumë e ollë sa që ndonjëherë edhe kalojmë atë dhe duke qenë shumë të lirë bëhemi të çmendur dhe duke qenë shumë të përulur bëhemi sklever. Megjithatë të përshëndes sërish dhe ta përqafoj komentin që ke, uroj më të mirat për ty dhe uroj që të gjesh paqen shpirtërore. Kemi sërish një koment nga Sajmir Ahmetaj, përshëndetje vllau Odisea, respekte, bukuria Afizi, respekte, faleminderit për infon, ju përshëndes që të dyve shumë faleminderit. Kemi dhe një koment tjetër, Hevis Kola, 41-12 është babai i mjekësisë moderne, është duke folur për para Celsiusi në këtë rast, dhe si alkimisti më i famshëm me filozofi hermetike meritoi një dokumentar edhe më serioz, ke shumë të drejtë, unë kam marrë vetëm pikat e shpejta dhe detajet për t'i komunikuar këtu, duke interpretu pak nga eset e ti interesante në një gjuhë të sotme që është pak e vështirë ta kuptosh. Gjithsesi e bukur kjo pjesa. Faleminderit për komentin. Jam përpjekur të sjell një përmbledhje të shkurtër me disa pika kyçe të madhit Paracelsus dhe rebeluesi të madh të sistemit që vuajti shumë dhe pagoi të gjithë rebelimin me veten e tij dhe me gjithë streset e mundimet, por një gjë kishte që nuk e shiti shpirtin për diçka materiale, sepse e dinte që shpirti i njeriu është përtej vlerës materiale. Ne vlejmë përtej asaj që na paguhet për të ngrënë bukë. Mos e harroni kur këtë. Denisi sërish komenton bravo. Kaq ishin dhe komentet, kaq ishte dhe emisioni, dhe ju falenderoj shumë nga zemra. Ju uroj të mira, paqe shpirtërore, kërkojeni dijen dhe sa më shumë ta kërkoni dijen, më shumë do të rriteni dhe kur të rriteni në atë maj do ta braktisni të gjithë dijen, sepse do të kuptoni që e gjithë dija nuk të nevojitet për ta kuptuar universin, por të nevojitet vetëm për jetimi. Sa më shumë të dini të përjetoni, aq më shumë do të keni kuptimin e vetes tuaj brenda këtij kozmosi, ku do të keni vetëm një rrugë që i ngjason përjetimit të atij kozmosi, që është Taoja. Në Taoizëm, Taoja është ndjesia më e përafërt e të qenurit më afër universit. Vetëm kur ti ta fikësh veten tënde, trurin racional, duke të mos i menduar gjërat, duke mos bërë analiza për gjërat, duke bërë të kundërtën e gjërave që ke mësuar deri tani, për të kuptuar atë që të tjerët të thanë se ishte gabim. Deri atëherë, ju uroj të mira dhe paqe shpirtërore. Mirupafshim.